Një shkurt, ngriuni luftoni për vendin tuaj. Jam kthyer nga më pak se një javë në Tiranë. Natyrisht që gjatë dimrit është e vështirë që të vish në qytetin tënd, sepse shiu nxjerr në pa atë katraur të urbanistikës që është bërë në 30 vitet e fundit. Fatkeqësisht. Në të gjithë njerëzit që kam takuar, i falenderoj për respektin, por ndihet që më shumë se 80% e shqiptarëve ka një dëshirë se si të shporrin ram. Dhe jam habitur se unë kam miq, edhe socialist, të cilët kanë arritur në një konkluzion se është e keqe kombëtare. Është personi që po të bën shqiptarët. Rreth 1 milion vet ikur. Nuk ka asnjë justifikim. Ideja se një njeri delirant mund shkojë deri në paralelizime me Hoxhën, vendos se si do të jenë kullat, çpame do të kenë, duke qenë kryetari i juris të arkitektëve që blen nga bota dhe ka arritur në skandale sa dhe fytyrën e tij ka kërkuar ta përjetësojë në një kull në Tiranë. Delirant. Super miliarder me vedhjet në kurriz shqiptarëve. Prallës se do të investoj vajza Ivanka e Trumpit parat miliardet e arabëve nuk i beson kush. Janë miliardat e Ramës që kanë shkuar në Dubai, që vinë e pastrohen me Castrati and Company, ku ai është aksioner i fshet. Shqiptarët i dinë, ka rëndësi asnjë lëtyrë tjetër socialiste që kërkon azil politik në Zvicër të nxjerrë sekretet. Të gjitha janë haptas. Mekanizmat për të hequr një delirant, arrogant, prepotent si Rama me anë të votës është e pamundur. Ai ka bler të gjithë. Ka 83 deputet. Të gjithë të stilit Zeqine and Balla and Company. Në qoftë se Partia Socialiste do të donte atë dheun, 15 veta do ta godisnin parlament për të larguar. A mund ndodh? A mund ngjas? Në qoftë se aleatët ndërkombëtar do ta kërkojnë, unë besoj se po. Ka shumë njerëz që e shikojnë mungesën e largimit të delirantit, të korruptuarit dhe antishqiptarit tek mungesa e një opozite. Sa herë që vi në Tiranë e takoj doktor Berishën. Unë e di që ka shumë njerëz që edhe thonë, pse nuk i thua ti doktorit të jap dorëheqjen? E para punës, dikush që është më i vogël në moshë se një njeri intelektual, nuk e ka këtë drejtë morale. Dhe e dyta, mua më duket se doktori është një figurë brend që mbledh PD-n. Se çfarë lloj formatësh mund të afrojë për një qeveri të opozitës, ku ai vetë mund mos jetë kryeministër, por mund të vendosë dikë tjetër, këto janë gjëra personale. Unë me Berishën kam pasur kundërshtim kur ka qenë kryeministër, sepse evoluon edhe mendimi çdo gazetari. Në qoftë se e kam tejkaluar, kam kërkuar falje. Por më duket që në atë moshë, me atë energji, me atë qartësi, thjesht duhet të themi faleminderit. Sepse është një sakrificë që askush tjetër në atë grupim nuk mund ta kryejë. Dhe ka një autoritet pa diskutueshëm dhe ka diçka që e di fundin e lëvizjes. Ndaj mbështeteni për të hequr të keqen e madhe të kombit. Sepse e keqja në Shqipëri ka vetëm një emër. Ai quhet Edi Rama. Natyrisht falenderoj të gjithë ata që më ndjekin në YouTube. Sa më shumë në mediat larg qeverisë, si Djathtas dhe Majtas, që është propagandë e paguar, është në të mirë të gjithë shqiptarëve. Njerëz si unë që nuk kemi shitur, nuk kemi bler, afrojnë vetëm këtë mundësi. Natyrisht që është e lehtë që të flasësh nga Amerika, sepse unë e di rrezikun, kërcënimet që ndodhin në Shqipëri. Por ky vend i madh, mbi çdo gjë tjetër ka lirin. Çka unë nuk do të ta ndroja me asgjë. Dhe
edhe si kur i vetëm të mbes, nuk tërhiqem, sepse kam besim. Ne kishim humbur besimin gjatë kohës së Enver Hoxhës, se do të vinte një ditë, por erdhi. Natyrisht që pa ndikimin e ndërkombëtarëve nuk shkunden regjimet diktatoriale, sepse regjimi diktatorial është në Shqipëri, lërini për rallat. Ka blerë çdo gjë, thuajt, vetëm një transfer të Lina Ramës të Abi Bank, ju them, $600 milion, çka ka rënë në radarët e FBI-t amerikane, në ishut e parajsave fiskale duhet i thonë disë. A i ka vjetur miliard. Është aksioner i fshet të Kastrati, Mane, kudo, dhe kërkon të shes aksionet e tij ndaj breth në vendet arabe. Por kur këtu i din të gjitha, kur media e djathtë ka vënë epitete nga më të ndryshme, deri të Noriega, Ramaduro, shefi shtetit narko-shtet, dhe Berisha gjen mënyrën, edhe pse në atë moshë, ta ngrer këtë opsion në Bashkimin Evropian. Siç e kam ngritur unë modestisht me personalitetet djathtës amerikane, duke thënë që trafiqet e Ramës janë më të këqija se të Ramadurës, sepse vdesin fëmijët e Bashkimit Evropian të Europianëve. Por diplomatët që vinë në Shqipëri duket se më shumë vinë të vjedhin dhe më falni për shprehjen për seks, sepse ka dalë në files të Epsteinit, ndaj mos i merrni seriozisht. Fatin e Shqipërisë vendosin shqiptarët. Figura si Rama janë programuar që në vitet 90, si e sollën urgjent nga Athina, si e nxorën nëpër mitingje, dhe nuk ishte rasti që familja Hoxha spostoi nanën në favor të tij. I ka shpërblyer me leje ndërtimi, pa diskutim. Unë kam besim tek SPAK, sepse SPAK nuk kontrollohet as nga njerëzit që rinë afër Trump. Me 2 lëvizjet e fundit ai ka marrë oksigjen, duke blerë Kushner, Ivankën dhe duke arritur të mbajë një fjalim Don Kishotesk në parlamentin e qefutëve. Ti je krahas Netanyahu, në këtë kohë tregon që i e urryer. Netanyahu është kriminal lufte, ka vrarë fëmijë dhe ka një mandat arresti. Personi që bën lidhjen është Ron Yefet, i cili ka disa kompani aviacioni, RY Company, RI Airplane, njëhet si mik i Ramës, njësoj si që ishte me Ganigal, është avokat dhe ka bërë biznes në Senegal, Çad dhe Uganda. Ka qenë me lidhjet mëdha, këto sipas agjensive të kundër zbulimit amerikan, me Ganigal, Patrick Ho, kompani kineze të naftës. Shefi i kësaj kompanie ka qenë i lidhur me Hunter Biden dhe këtu është njeriu agenti trefisht i Ramës, Dorian Duchka. Agent kinez, rus dhe agent shqiptar, por dhe i Gjermanisë. Udhton me pasaport diplomatike për të evituar arrestimin në Amerikë. E ka ndaluar disa herë. SPAK duhet, sipas agjensive amerikane, të hetojë si Yefetin, që kanë filluar të ndërtime në Europë, por dhe Duchkën. Rama i ka dhënë miliona dollar Ron Yefet, i cili ka blerë një manifakturë ushtarake $500. Dhe ky njeri e dërgon Ramën që të flasë në parlamentin e bre. Rama është i paftyr, Rama është delirant dhe është ignorant në histori. Të shkosh në parlamentin e çifutëve dhe të marrësh meritat që stakojnë, nuk është keqdashje dhe ignorancë. Është më tepër se kaq. Të shkosh në parlamentin e çifutëve dhe të mos flasësh për figura të mëdha, Xhafer Deva, Kolbib Mirakaj, të madhin Patër Anton Arapi, Miallaj Zallari, edhe për Mitat Frashërin, për ato figura të mëdha shqiptare, të cilat mbi të gjitha panë Shqipërinë. Kombin. Dhe gjermanët, duke njohur sovranitetin e kufizuar, pranuan
të mos vrisnin hebrejnë që futët në Shqipëri. Por të kuqt nuk rrin. Një kuq aurodtare kanë nxjerrë një dokument si kur Xhaferdeva, kjo figura e madhe, cili prehet në Amerikë dhe jo në sharrë si idhull i këtares me shok, pas kërka dorëzuar rreth 237 çifut. Zotrin, në qoftë se një shifut ka qenë dhe komunist, nuk është arrestuar si shifut, por si komunist. Në të drejtën e Zotit, në atë luftë të madhe që bëhej kundër, sepse Deva e kishte kuptuar që komunistët shqiptarë ishin shitur dhe komunistët serb. Deva ishte figurë e madhe, kryetari i lidhjes dytë Prizrenit. Edhe Qazimulletin. Mos të harrojmë, sepse ka qenë qeveria, administrata që ju ka dhënë pasaporta shifutëve në Shqipëri, kanë qenë rreth 1500-2000. Por me 237 që mbetën në Shqipëri. E dini ju që secili për tyre ka pasur një dosje nga sigurimi i shtetit. Janë torturuar, natyrisht janë përsekutuar, janë marrë parona si të gjithë shqiptarëve, dhe njëra mbasi është vrarë. Këtë kartë ka përdorur dhe Ramiz Alia, pasardhësi i Hoxhës dhe paraardhësi i Ramës, duke dhe këtë e ditë sigurt nga Tom Lantosh, kryetari i marrëdhënieve me jashtë, të cilin e kam dhe intervistuar përmes lidhjeve me Guardin, Gjotni Guard. Kanë qenë të dy, i kanë bërë presion Ramiz Alis për lirimin e të burgosurve në politikë, për pluralizmin të BE-s, ai ka nxjerrë një dosje me të gjithë hebrejtë të shpëtuar për të patur singur. E ç'bën hebrejtë që futën për ne, asnjë investim. Por roni e fet vjen e vjedh. Por ama ka një problem të madh, sepse ai bordi i paqes i Gazës doli si bordi i turpit, sepse nuk është për Gazën. Trump ose njerëzit që pranë tij kërkon të krijojë një OKB të re, që OKB-ja ka dështuar këtë e dinë të gjithë, por që të kemi një OKB të re ku Trump të jetë si mbret, e ktheu prapsht Britania Madhe, Gjermania, Franca, Italia, pije privet, Greqia. Dhe Rama nuk ka pse flet në parlamentin e brejnëve të shifutëve për bordin e parë, nuk e zotëri, nuk e firmosur. Teknikisht nuk e pjesë e tij. Ta fal Macronit ty. Ta falin francezët që din aq shumë, kanë aq shumë dosje për të poshturave. Se vetë kryetari i partisë tonë ka thënë që ke shitur ikonën në Francë. Mjafton për këtë të dënohesh dhe shporresh. S'besoj. Ajo që ndodhin me Davosin është shuplaka e radhës nga rreth i Donit. Nuk ja kush për rallat që u ndënja me vajzën me Ivankën mbas fustanit të saj në përmbrëmje natë, të cilën e talle kur e shohë të zyrave me çrejt. Dhe ajo i hoqet gjithë fotot në mediat sociale, sepse ai ose ajo që nuk të lanë të shkojnë në Davos, do ta frenojnë dhe të fëmijët e llastuar të presidentit Trump, që kanë një barë e madhe për të. Trump ka filluar të pranojë që do të mbas Kongresin në nëndor, duke thënë që është një rregullsi që çdo president e humbet Kongresin. Nuk duhet flas kështu, sepse i bën pesimist votuesit republikan. Me pollë si mbas Fox News, televizion propagandistik ultra i djathtë, 52%, 56% do të votonin për demokratët në Kongres dhe rreth 42% për republikanët. Dhe me humbjen e Kongresit fillojnë hetimet, dhe hetimet e para do të jenë për fëmijë të llastuar. Do thoni ju që kjo exoneramon se do të kthehet e majta komunistët e Sorosit, Bidenit, ishte Biden dhe 4 vjet nuk e priti. Si nuk e takoj as Kamala Harris. Me gjithë lëvizjet, me pagesat miliona dollar, me lobingjet me autokratët e arabë, ai synon një ftesë në Mar-a-Lago. Mund të arrijë? Mund. E turpshme për Trump, më tepër se e turpshme. Shqiptarët kanë një gjë në dorë, votat. Dhe votat e shqiptarëve, Trump duhet ta di që nuk do të jenë për të në Kongres në dorë. Dikush dhe mund t'ia thotë. Dhe me të gjitha në qoftë do të priste Rama, do talle e majta me të duke nxjerr videon ku ai talle me Trump. Por fjala që tha që janë ja 3 drejtues që nuk i shikoj me sy, përpos Lukashenkos, Rama është kush tjetër. Ju i ndiqni protestat masive në Iran. Thuhet se janë vrarë 30.000 vetë. Është ai që quhet Brezi Z, Generation Z, ata 20 vjeçar deri në 30 vjeçar, të cilët u quan dhe paguan me jetë. Por dhe kur kanë hequr shaun, janë vrarë me mira vetë.
do të mbështetet princi i Shaut, do të goditet masivisht elitat e teologëve, sepse unë shikoj disa të mençur shumë që japin mendjen nëpër ekranet, jetojnë në vende perëndimore që Amerika lufton për natyrisht Amerika lufton për interesat e saj. Ato protesta masive janë organizuar nga CIA dhe Mossad. Fakt. Ayatollah ka kërkuar azil në Moskë dhe Putini, i cili është më i pasur në botë, i ka kërkuar $100 milion burime sipas Bill O'Reillyt. Një sasi të tilla milione ka paguar dhe diktatori i Sirisë. Ka patur një shpërthim dje. Ardhja e armatës madhe amerikane tregon që Trump do të ndërhyjë ushtarakisht. Fakti që bën të presione që të pranoni marrëveshje është loja që bën, por nuk mund të ndalë aty. Problemi është Katari, Turqia, Izraeli e do të shkatruar vendin e persëve të mëdhenj, dhe natyrisht në çastet e fundit regjimi mund vras me mira e me mira vetë. Të njëjtën gjë duhet të bëjnë të ngrihen në Shqipëri. Nuk besoj se Rama do të guxojë të vrasë njerëz. Jo thjesht është frikacak, por se unë e di që dhe efektivat e policisë shqiptare dhe ushtrisë nuk e bëjnë këtë. Nuk e bën kohën e Ramizalis, megjithëse në atë kohë dhe kanë vrarë. Shifrat nuk dihen. Regjimet, njerëzit autokratë dhe diktatorë nuk ikin me votë. Unë kam thënë disa herë, duhet një republikë e re. Duhet shkrirë gjykata kushtetuese, gjykata e lartë. Ky parlament duhet shkrirë. Kusht, asnjë nga këta të jetë më në parlament. Sistem tërësisht i ndryshëm zgjedhor. Që Shqipëria të hyjë realisht në rrugën e sipërmarrjes lirë, jo të këtij kapitalizmi feudal si një ish republikë ruse. Dhe të mos kemi më në pushtet njerëz mediokër, të paftë, anti-shqiptar dhe kusar maksimum. Nuk e shpëton do të Lubin, Balluku. I e friksuar sepse në dosje ka fakte të tmerrshme edhe me video ndaj teje. Vetë ke zgjedhur, pas një merit. Ish pastruesi i Athinës do të pastrojë edhe ty. Në lidhje me ata që janë skeptik nga SPAK, unë them që dosjet për Ramën janë masive. Dhe ai e di. Edhe në qoftë se mund bënte një vizitë private disa minuta në Mar-a-Lago, nuk e ndalon kush, as e shikon në departamentin e drejtësisë si po nxjerr me milione nga dosjet e Epstein. Edhe pse kanë redaktuar emrin e Donit të Madh, pa ty janë. Një administratë e re, një kongres i ri nxjerr. Sepse ky vend ka ato që quhet deep state, që për interesa të mëdha nuk falin. Dhe Rama ka shkelur interesat e sigurisë kombëtare amerikane. Rama mund të shpenzojë miliona e miliarda me arab e me Netanyahu. Kujton se kjo do ta shpëtojë. Nuk e shpëton dot. Sepse vetë Netanyahu ka probleme me drejtësinë. Edhe pse Trump është lutur që ta falin, nuk e falin. I mbani mend me mira që fut që protestonin. Delirant, i friksuar dhe në panik. Natyrisht që në çastet e fundit ai bën në çdo gjë. Nuk e shpëton dot parlamentit ta ulan ballave me kompani. Ai drejton një band kusarësh, një band e dutësh. Pash një figurinë si Spiro Pali, të cilën vetë e dërgoi në Vlorë ta turpëronte sepse ka gjasa zëra se ajo kërkon postën e kryeministit. E pat çfarë i than. Pra populli nuk i do as ata, qofshin dhe të majt, qofshin dhe socialistë, sepse e shikojnë që një band dëbon me miliona shqiptar. Ndaj gjithkush duhet ditë të bëjë zgjedhjen. E keqja në Shqipëri ka vetëm një emër, ai quhet Edvin Rama. Mos u merrni nga opozita, jo është ky dhe jo duhet të jetë ai. Kryesorja është zhdukja e kësaj autokracie e këtij njeriu atni shqiptar që rrezikon jo vetëm sigurinë rajonale të Ballkanit,
por dhe mtej. Natyrisht, shenjat u dhanë Davos, siç ishin Mynin konferencën ku foli gjithë i Vance dhe nuk e lejuan Ramën të bënte asnjë një foto. Sa më shumë që ai të rrinë pushtet, fajson të gjithë dhe ne. Secili duhet bëj pjesën, detyrën që i takon të bëj. Rënja në pesimizëm i shtyn jetën. Ashtu siç ndodhte në vendet e Europës lindore kur gjithë çoheshin dhe ne ishim ende përgjumur. Dhe vetëm ajo vrasje e Ceaușescut i zgjoi shqiptarët dhe trembi Ramizalin. Unë në fytyrën e delirantit arrogant Rama shikoj frikë. 10 shkurti duhet të tregoj se sa e fortë është opozita shqiptare, jo thjesht Partia Demokrate. Se si shumica kërkon që Rama të largohet. Shqipëria meriton më mirë. Unë këtë as nuk e diskutoj. Kudo në Shqipëri.